ishte argëtuese, por një rrahjedesh shumë e vështirë, sepse cilësia e propozimeve ishte dhe është vërtet gjallëruese të shohësh arkitektët që punojnë në nivel më të lartë në projekte kaq të rëndësishme për vendin. Në emër të jurisë që përfshin kolegët Inaki Kanthero, Roberto Manuel dhe mua, së bashku me ministre, Shkodrës dhe të Florës, Benedeci dhe Ermaj, gjithashtu edhe drejtoreshën e KPT-s, zonja Adelina Greca. Duhet falenderojmë gjithë pra ata që morën pjesë për punën e tyre të jashtëzakonshme dhe dua të them po kështu se procesi i konkurimit ishte mjaft energjizues si arkitekt. Natyrisht ka njerëz që duan të ankohen, ka kolegë që e kanë bërë të, por në shumë mënyra është ai që ofron konceptet dhe vizionet më të mira. E sidomos ky konkurs ishte mjaft i mirë organizuar dhe shumë profesional, një nga më të mirët ku kam marrë pjesë. Pa vonesë, dua të flas së pari për secilin projekt dhe komentet përkatëse dhe pastaj do të shpall fituesin. Ta nisim me velipojën. Së pari patëm ekipin përfaqësuar nga FAR. Vlerësuam thellësinë e kërkimit në natyrë e në vendodhje. Ishte një punë shumë e mirë për ta nisur ditën, me shpjegimin e vendodhjes dhe përbërësve të vet natyror. E vlerësuam shumë lidhjen midis zonave të hotelit dhe pyllit rrethues. Ishte shumë e veçantë. Mendoj që cilësia publike e pjesës rrethuese ishte diçka shumë e bukur për të parë. Grupi që përfaqësohej nga praktika. Vlerësuam vërtet ruajtjen dhe ripërdorimin e strukturës ekzistuese që u paraqit në mënyrë mjaft të mirë menduar dhe gjithashtu dhe integrimin në programin që ishte shumë interesant. Mënyra se si ishte kujdesur shëmbja, që ishte shumë i kujdesshëm dhe i menduar mirë. Menduam që ishte po kështu një qasje mjaft novatore, gjithëpërfshirëse ndaj qëndrueshmërisë së strukturave të qëndrueshme, gjithashtu edhe peizazhi në raport me shkallën e ndërtimit ishte shumë e mirë. Së fundi patëm projektin nga ekipi përfaqësuar nga Sounder Studio. Ky projekt menduam se ishte me interes së pari për hir të fleksibilitetit të tij, ishte me interes që u paraqitën një sër alternativash, aftësinë për të përshtatur e për të ndryshuar në varësi të kushteve, kombinimin e ruajtjes dhe të sëres, që ishte diçka mjaft e mirë. Na pëlqeu shumë integrimi funksioneve publike dhe hapjes ndaj komunitetit dhe lidhja me natyrën përmes kullës vertikale. Këto ishin mendimet për të trija projektet. Mendoj që do t'i ruaj fituesit deri në fund. Për rezidencën e Vlorës patëm 4 projekte. E nisëm me ekipin e përfaqësuar nga Protektura. Në fakt, na u duk kombinimi i vendodhjes së re ofruar nga shpelluesi dhe vendodhjes së vjetër si një masterplan më vete. Gjithashtu krijoi një peizazh i ri, një moment dramatik po themi, siç ishte ai pishinës. Na pëlqeu integrimi i gurve lokal dhe integrimi i pasës e po kështu dhe qasja novatore për një vilë plazhi ose më mirë për një autonomi, për një tipologji të vitës plazhi dhe po kështu edhe nga fasada. Ekipi i përfaqësuar sërish nga praktika, menduam që ishte një integrim shumë i suksesshëm i peizazhit dhe i arkitekturës me taraca që krijonin një lidhje shumë të mirë midis ndërtesës dhe vendodhjes. E vlerësuam kërkimin e kujdesshëm dhe vlerësimin e tipologjisë së peizazhit, qoftë në vendin e rezidencës, por edhe në ndërtesat përreth.
Po kështu edhe abstragimi ekzistuese në linja horizontale, ripërshtatja e përdorimit duke respektuar trashëgimin me parashtrimin e arkitekturës së re. Ekipi i tretë përfaqësohet nga MBT Architect, që përfaqëson një strukturë shumë elegante drejt kësaj qendre dhe strukturës trashëgimisë. Planet ishin shumë interesant. Edhe pjesa e brendshme mendoj që përdorimi i të cilët ishte shumë i lehtë. Playful and inspiring collaboration with your artist collaborator and then really the seamless vision across. Dhe një vizion në fakt që duket sikur gjithçka funksiononte si akrepat e sahatit. Së fundi projekti i Studios Pract është një projekt në fakt i fuqishëm, i fortë në idetë e tij, me një strukturë shumë të bukur, bashkëkohore, me një nuancë interesante, që mendojmë që përfshirja e pjesës së wellness është shumë interesante dhe unikale, dhe aspektet që kanë të bëjnë me konceptin e placebos, pra një koncept që ka të bëjë me këtë zhvillim përmes konceptit të placebos. Këto janë idet tona pak a shumë, diskutimet tona ishin të gjata, shumë të gjata. Tani do të shpall fituesit. Për Velipojën, qendrën është skuadra që përfaqësohet nga Studia Saunders. And for the Vlora side, për Vlorën, the winner is the team. fituesi është Studio Pract. A big congratulations. Urime jo vetëm fituesve, por të gjithë pjesëmarrësve, të gjithë 7 ekipeve që morën pjesë. Invite the winner to the podium if they would like to